Zoti është fuqia që mua më ka shpëtuar në momente të parrëfyeshme. Frika është ndjenja më e bekuar që na ka dhënë Zoti. Po. Sepse neve kemi frikë nga korrendi që i ruhemi, kemi frikë nga lartësia, kemi frikë nga autobusi unazës që si dalin para. Sepse mendoj një moment një shoqëri që s'kishte frikë. Mendoj sa kaotike do ishte. Create a vision so clear that all your fears become irrelevant. Domethënë krijo një vizion aq të pastër, prandaj e bura dhe në ajo pamja, sa të gjitha frikrat që ke nuk do të duken asgjë, domethënë. Në momenti që unë hoqa dorë të kërkoj fatin, në atë moment më gjeti fati. Ti beson tek fati, që e kemi të shkruar. Besoj te ajo energjia e universit që i çon gjërat atje ku duhet në përgjithësi. Jam në fazën ku mund të them urime Rozana, tani ke filluar të mendosh për veten. Unë po përpiqem që dhe unë së fundmi të praktikoj më shumë mirënjohjen. Dal para pasqyrës dhe nuk i them të dua, s'kam arritur në atë fazë, po thjesht shikoj veten në sy dhe shikoj syt mbrapsht që më shkëlqejnë. Amor fati. Duaje fatin tënd do ta përkthej në shqip. Me të mirat, me të këqijat, nuk po i referohem vetëm fatit, domethënë në marrëdhëniet martësore, po duaje jetën tënde, me sfidat që të vijnë, me përpjekjet, me vuajtjet që ke patur, nuk ka jetë e cila të jetë pjatë edhe e sheshtë për gjithë.